Interneti dhe rrjetet sociale janë bërë pjesë e pashmangshme e secilit prej nesh. Shumica gjërave që bëjnë artistët tanë mund të ndiqen përmes kanaleve në YouTube, si ndonjë këngë, klip apo edhe intervistë. Ndërkaq kanali On Air në YouTube sapo ka ndëruar menaxhment. Kush janë ata dhe si do rrihet puna e tyre, këtë më së miri e kuptojmë nga materiali përgatitur në vazhdim. YouTube tashmë ka mbetur lideri i promovimit të shumë artistëve të rinj anë mban botës. Kjo web faqe brenda ditës mbetet si më e klikuara anë mban globit për të parë risitë të gjithçka që prodhon bota. Në të tashmë janë krijuar edhe kompani të cilat monitorojnë çdo video që futen në të. On Air është ajo që ka pothuajse të gjithë artistët tanë në menaxhim sa i përket këtij sistemi me kanalet e tyre personale. Kohëve të fundit kemi hasur në akuza mes dy palëve që ishin pjesë e On Air. Menaxhmenti i vjetër akuzonte të riun për mashtrim ndaj yjeve të estradës, që i kishte në ombrellën e On Air FM. Mirë po të mërkurën mbrëma, u mbajt një koktejl në një nga hotelet më luksoze të kryeqytetit. Sonte do t'i prekim disa pika në vija të trasha dhe se sigurisht do të kemi rastin se pari me punë, edhe pastaj me fjalë të tregojmë se çka ofrojmë na si kompani. Qëllimi i eventit është për me informu klientat ekzistues për menaxhmentin e ri dhe po ashtu të kënaqemi sonte. I gjithë ky glamor u rregullua nga Finesa, një ndër kompanitë më menam sa i përket dekorimit të mbrëmjeve galla. Të ftuarit ishin kryesisht fytyra publike që me do e mos kishin ardhur të njoftoheshin me menaxhmentin e ri të rrjetit On Air. Po ku ishte dallimi sipas tyre nga kohët e shkuara në këto të reja tani? Ky ndryshim ndoshta do të sjellë edhe risi, ndoshta do të sjellë edhe diçka të re që nuk kemi ditë. Nuk kam pas seriozitet madh, edhe pse nuk kam pasur në takime shumë të shpeshta, kështu po vetë qasja mu ka dok më serioze. Unë shpresoj që ka me më bërë një ndryshim, sa do kudo ta që dhe maret që të mbrohen, pak drejtat e ne këngëtarëve. Çdo këngëtar duhet ketë pjesën menaxheriale, e cila është shumë e rëndësishme, sepse pa të nuk krijohet edhe ekipi, pa të edhe nuk funksionon një këngëtar ashtu si duhet funksionoj. Rrath parë nëse më det ndonjë gjë më thuaj. Se shok që pa kontroll. Ndërsa së dyti, mirë më bëjë, unë nuk jam tip teknologjik. Dhe gjithmonë të gjëra teknologjike me kryejnë të tjerët. Megjithatë më bëjë qefi, domethënë sa më shumë na updatojnë e këngëtarëve mbi këto gjëra që më mirë është. Shpresoj që kjo çështja e klikimeve të sillet një herë për gjithmonë. Unë nuk merr me këto sene, më shumë ja kom lënë dorë menaxherit tem, po si do të qoftë i kam shok edhe shoqe e honën edhe njerëz cilët e kanë marrë tash në dorë, kështu që jam marrë sonte për qef edhe me pa se çka kanë me na ofru si kompani. Kështu që tek qyrim çfarë. On Air e ka punë për aplikacionin smartphone me pas jo çast direkte. Fal, nuk më vonë, foli pak më vonë se s'po dija çfarë me thonë. Aleon ky rrjet i artistëve dhe grupeve të pavarura në YouTube të blen klikimet nga fytyrat publike në bazë të kërkesës për videot e tyre. Na On Airit jo, po tjetër kanë ashtu. Menaxhmenti i ri tashmë krijoi edhe një software me qëllim të transparencës, qasi së lehtë të shpejt në informata përmes smartphone-ve në kanalet e tyre, ku mund të kenë informatat më të drejtë për drejta rreth të ardhurave dhe klikimet në videot e tyre. Çdo zhvillim i mëtejshëm për të qenë sa më transparent në këtë pse jo. Në mungesë të arritjes e prezencës në event nga Skype në mbajtë një fjalim edhe avokatët e On Air në përbot, me qëllim të informimit sa më të drejtë rreth këtij rrjeti. Ihona Sopi përveç punës si këngëtare, ajo në këtë rrjet të mban edhe përgjegjësitë e zhvillimit të kompanisë anë mban. Po është thënia, ujë ku qimin e ndron, po zakonin se harron. A do të prodhoj përsëri On Air lajm rreth pakënaqësive të menaxhmentit të ri me atë vjetrin, mbetet të shihet.